Shko shpi këndi, Vetëm bëj shaka, shko shpi këndi, vetëm rënje kurdis. Nga krigjit e din që shakas ku Shqiprin unë jam andi, që veç rënje bën. Për loni që shkëlqen, zemra më shpërthen, rekordet Guinness dua t'jem. shko shpi këndi, Vetëm bëj shaka, haha, shko shpi këndi. binti shakas. E po mirë, Nancy, tani jemi vetëm ne të dy. Po vlojmë për brënda po më duket. Nuk ka si fotografi për të nxjerrë pjesën e rockstarit brenda njerëzve. Po, edhe pse është për ditën e fotove në shkollë. Patetike. Kur mos i nënverso asnjëherë njerëzit miku im. Unë s'do ta bëja. Kjo sepse ke një plan në kokë, Andi? Nëse ka apo s'ka Jervis Ego, më ndiq mua. Nuk isha se si Italia këtë mundësi të artë të kalonte pa shaka. Urime për mendimin. Dhe çfarë ke përgatitur o mjeshtri i artit të shakas? Shiko pa këtu. Mirë, kam shumë besim te grafitet që bëhen në rrugë. Por qëllimi i grafitit, a nuk është që ai të jetë i dukshëm? Por ama nuk është i padukshëm. Shiko dhe admiroje pak. Çfarë, po unë nuk e kuptoj. Është bojë ndriçuese. Ajo duket vetëm në dritë të fortë, si për shembull ajo e... Plici i aparatit? Dhe ne mund ta gjejmë atë në... Ditën e fotografisë së shkollës. Ti bëj roje, mirë, ndërkohë që unë po vizatoj diçka. E kuptova. Çfarë të bëj? Çfarë të bëj? Veshmiu? Kjo është për shkollë fillore. Brirët e djallit. Shumë e rëndë. E gjeta! E thjesht dhe e mahnitshme. Ajo që të bën të mendosh rreth identitetit unik të shkollës së Gaklit Lindor. Dhe është e rëndësishme që të jetë diçka shumë e madhe që të duket. Atëherë, çfarë vizatove? Dhe tani? Dreri, e përsosur. Po vjen dikush. Më hiqni mërzish. Smith. Këte ju lutem zoti Lidope. Lidope! Sa herë duhet ja u them që thuhet Lidope? Kjo është hera e parë që dëgjoj nga ju. I pacip. Kush jeni ju? Jam kryeministri, si kush të dukem ty. Jam pastruesi dhe kjo është shkolla ime. Dëgjoj këtu ti zoti pastrues. Do t'ju bëj me dije se unë jam mjeshtri i madh i mirënjohur i arteve fotografike, Simon Lidope. Dhe vetë një arsye pse unë duhet të bëj fotografi shkollës suaj është sa ata budallën të Këshillit të Arteve me pren fondet se nuk e kuptonin dot idenë e punësimit të fundit baleti varur në gosht. Baleti varur në gosht. Titulli i goditur. Është një studim i personalisht rreth degradimit të njeriut nga afër dhe konsiston në 365 foto të bëra për çdo ditë gishtit tim të majt. E kupton? Oh, mirë. Dhe tani, e kuptove? Pra unë jam një gjeni. Atëherë, ku ndodhet vendi i perceptimit të fundit ndaj meje, i cili bie si një shim i kokën time, dhe që njihet me eufemizmin dita e fotografisë së shkollës. Më duket se ke fjalën për këtë vendi këtu. E të mërshme. Çfarë ka? Çfarë ka? Çfarë ka? Kjo është një sipërfaqe e pa kuptim, një stall derrash e shpifur. Balt në përdyshe me, pluhur në tavan dhe... Çfarë është ajo? Çfarë është ajo? është e gjallë! Kë njerëzimi! Çfarë degradimi! Unë nuk mund të krijoj në këto kushte, e kupton? Shikoni, zoti Delope. Lidope! Çfarë ndodh me ju, nuk dini të flisni asnjëri? Më falni, zoti Lidope. Ne kemi shumë nevojë që këto foto të bëhen. Prandaj më thuaj, çfarë do të bëjmë që ti të ndihesh i qetësuar? Lani dyshemet, lani dritare, pastroni gjithçka, dhe ajo që është më rëndësishmja, ma hiqni atë mjes nga syt. Friteni!
E dëgjua çfarë tha? Shko e kape atë mis. 50 vjetë shërbim ushtarak, kur nuk është ankuar as njeri për larjen time, dhe tani na vjen ky spitullaqi. Këtu? Edhe këtu? Ops! Harrove dhe atë vendin atje. Oh, më në fund. Tani erdhi koha të bëjmë pak magji. Oh, jepi zemër. Më jep më të mirën që ke. Ashtë të lund. Bashkëpuno zemër. Jepi. Shiko drejt aparatit. Shiko! Ha, ha. Jepi. Lëre fare. Ka qishte. Dhe për sot mbaruam. Jam i dërmuar. Dhe tani duhet të presim vetëm 3 ditë që të na vinë fotot tona. Çfarë mendon se është? Nuk e di, por është e frikshme. E po shakaja jote pjesërisht funksionoi, me sa duket do shkrihemi gazi. Pra, teoritë, deduksionet, hipotezat? Fjalorët? Imazhi çuditshëm tek fotoja e shkollës. Andi, ke ndonjë ide? E po, mua mu duk pak a shumë si brirët e drerit. Çfarë? Si afruar fare. Shiko më afër. Duken më shumë si duar. Çfarë mendon se ka krijuar këtë? Ndoshta ka qenë balte palar. Mos po tallesh? E pash gjenitorin që po pastronte çdo gjë. Ishte pa asnjë njoll. Përveç se duar duket sikur lëvizin dhe lëkunden. A e dini se çfarë mendoj unë se është? Çfarë është? Mendoj se është një fantazm. Fantazm? Këtu është një fantazm e vërtet. Gjen, rritu edhe ti. Nuk ekzistojnë fantazma. Por ka dalë edhe në gazetë. Është patjetër e vërtet. Wow, Lori o mbushi mendjen të gjithëve me artikullin që shkroi. Fantazma e shkollës së Gaklit Lindor u bë çështje e madhe. Mjaftueshëm e vërtet, miku im, por ka për të marrë, për masa mjaft të mëdha. E njoha atë vështrim. Nëse shkolla e Gaklit Lindor do fantazm, atëherë për shpirt do ta kenë fantazmën e tyre. Për shpirt? Po i bashkojnë frymës. Ha, e kupton? Frymës. E pa çfarë ndodhi? Bukur. Çfarë ishte ajo? Diçka më preku këmbën. Fantazma! Fantazmike. Po më ndjekin librat. E frikshme. Çfarë ishte kjo? Nuk ka se ndjesia e përmbushjes që të jep një ditë e bukur plot me shaka. Bukur. Qenke në formë të mirë sot, miku im. Në formë shumë të mirë. Andi, Deni, po ndodh diçka shumë e çuditshme në tualet. Vërtet? Çfarë? Fëmijët po denoncojnë lloje të ndryshme manifestimesh të çuditshme që po ndodhen në shkollë. Brava që hapen vet libra fluturues, drita pulsuese të çuditshme si dhe ektoplazm që del nga kanalet. Ë? Ektoplazm? Është një manifestim fizik i një fantazme. Ata nuk materializohen dot në dimensionin ton, por ndonjëherë ato mund të gjejnë ndonjë tip buroje. Pas fantazmash. Ju djema keni pasur ndonjë eksperiencë të tillë? Jo, por të betohem që të t'i mbaj syt hapur për çdo gjë të jashtëzakonshme që mund të ndodh. Unë kësaj gjëje do t'i shkoj deri në fund. Ik pra yllo. Shiko, Ledop. Lidop! Ky ecë si lop dhe duket si lop, ky ecë si lop dhe duket si lop. Se e ke vënë re nuk më bëhet shumë vonë se si e ke ti emrin. Ajo që dua të them është që bën mirë ti bësh edhe një herë ato fotot, ose do të denoncoj. Auç. Muri ishte i pisit dhe ti e di je këtë.
Detaj i bukur me qëra fjala. Cili detaj? Ato dritat pulsuese dhe ektoplazma. Pa përmendur këtu të merrin që kaluan kalamajt e kora shkencës. I dhan vërtet kuptim shakas time gjeniale. Nuk i kam bërë unë, thash se i bërë ti. Jo, unë jo njëherë. Po me që nuk i ke bërë ti dhe nuk i bërë as unë, atëherë... Wow, Deni vogël, merr pak frym. Fantazmat nuk ekzistojnë vërtet. Je i sigurt? Patjetër që jam i sigurt. Tani dëgjoj, ri i qetë. Mirë. Mos harro, le pièce de résistance. Mirë. Fantazma e fundit që do t'i friksoj që të gjithë do të shfaqet atëherë kur të gjithë studentët do t'jenë mbledhur tek palestra e shkollës për të bërë foton. Po më ndjek? Të thash, je duke më ndjekur. Po. Në rregull, takohemi pas darke për të ngritur kurthin. Deni!